Gjaku i moçëm, domethënë ai plaku i vjetër, i lashtë, ai që di dhe flet, domethënë urtar, le të themi, i urti. Kuptoj, po. I urti domethënë ai që pleqtë e fshatit e dikurshëm, gjakmoçëm, ai që domethënë është i vjetër njëkohësisht në këtë tokë, domethënë historia që kemi neve shqiptarë që është histori e vjetër, le të themi, pavarësisht se kemi shumë sulme të kjo aspekt, s'kemi pse i futme të mohabeti, historia jonë është e tillë domethënë dhe neve jemi gjakmoç. Një popull amerikan nuk është gjakmoçëm, le të themi për mua, nuk ka gjakun e lashtë. Neve kemi gjakun shumë të moçëm. Se fjala moçëm në shqip me dialekte më kështu mund të kapit aspektin i lashtë. Por gjak i lashtë, domethënë gjak i moçëm, gjak i hershëm. Edhe është ideja se nga që kjo muzikë, ky album është fiks frymëzuar nga burimorja shqiptare që të thash, nga historia, domethënë, kjo më shumë çifteli dhe fyll dhe polifoni. Ato më frymëzuan më shumë që ishin më shumë dhe fylli me polifoninë se janë pak më të gëzueshme, le të themi. Pavarësisht se muzika jon ka dë shumë epike, është shumë epike, po ka dhe shumë melankolira dhe shumë vajtime se vetëm luftra, vdekje, po edhe qefe, edhe fitime kanë, po fylli ka një gjë tjetër, nuk e di se këtu janë frymëzuar shumë, edhe nga çiftelit dhe nga këto. Që nga titulli që është një mesazh me plot kuptim. Jo vetëm kjo. Po, pastaj ke dhe që do thëj këtë që titulli një, po. Titulli i këngëve, titulli i këngëve thot. Dhe po ta mendosh, ti po thua fylli, polifoni, dhe nga death metal që ti e ke atë bazën tënde, që e ke nisë thua, është kombinim edhe i veçantë. Po. Edhe nuk e di, ngeli në stilin e vet. Po kjo nuk ka lidhje me metalin për shkakun. Kjo është folk. Është domethënë folk music që është një rrymë e re jashtëtit që quhet, s'ke si folk, nuk mund ta qush popullore. Është term modern, domethënë folk music është muzikë e lozur me instrumenta modern. Mund të inkorporosh në ndonjë instrument të vjetër, nga ku ti po bazohesh, por riprodhon deri diku stilin e muzikës të tënde të vjetër. Se përgjithsisht muzika ime është instrumentale, që duhet nëse duan ta dinë dhe njerëzit për shembull, unë nuk bëj tekste, unë mund shkruaj një poezi. Kjo nuk ka për shembull, po ajo Free Human që ishte çfarë, ajo është me dy këngë për shembull, Free Human dhe The Carnivore Way, është kënga e dytë. Ato që të dyja kanë nga një poezi për shembull. Nuk është e kënduar, thjesht kushdo që dëgjon këngën, i kam ofruar edhe një lexim. Se si ta thash para unë mendoj muzika është instrumentale, edhe unë jam kapiteni i anijës time, ti je kapiteni i anijës tënde, edhe secili me radhë, ti e dëgjon, unë t'jap thjesht anijen, ti çoje ku të duash.